Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 12 të vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyi i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndryqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatëve, lake zjarrin e dëmpëruesve, jep ju trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndërgjës shekujt. Amen. Antifona e parë. E paqja në ndihmë të djathtën tënd o Zot, sepse i zgjodha urdhrimet të tua. Psalmi 119.
Le të arrit e ti o Zot britma ime, ma ndriço mendjen si pas fjales sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalen. Buzët e mia do të këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqja në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd. Kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lëvdroj. Na ndihmo që ti kemi gjyqjet e tua. U enda poshtë lart, por si delja e humbur, kërkoje shërbëtorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kemi harruar. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E paqja në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. Antifona 2. Mbretëria jote o Zot në shekuj të shekujve. Psalmi 45. Dasma mbretit. Pjesa e parë e psalmit. Nga zemra me burojnë fjalët e këndshme. Këngën time ja kushtoj mbretit. Gjuha ime si lapsi shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijët e njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyj të bekoj për amshim. Ngjeshë shpatën e i o trimi i trimave. Vishu me shkëlqim e më madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mpreta janë shigjetat e tua, në zemrat e armiqve të mbretit, popujt do të bien në sundimin tënd. Proni yt o hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti e urejn pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloje e kasje petkave të tua. Në pallate asht elefanti, harpat të argëtojnë. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Mbretëria jote o Zot në shekuj të shekujve. Antifona 3. Ja qyteti i shenjtë, Jerusalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Pjesa 2 e psalmit. Më vështro o bi, shije dëgjo. Harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, ndëroja atë. Populli i Tirit vjen me dhurata. Për krahjen tënde dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me ar. Në petka lara i asjellin mbretit, në përcjelljen e saj shoqet e saj vajza, me hare u prinj e me brohori, ja po hynë në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu, do t'i kesh fëmijet, do t'i vësh princa mbi mbardheon. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të lëvdërojnë, në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja qyteti i shenjtë, Jerusalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Leximi i shkurtër i orës së 6. Romakët, kapitulli 15, rreshtat 5 dhe 7. Hyji që jep shëndresën dhe ngushëllimin. Bëf që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikur se dëshiron Jezu Krishti, në mënyrë që një mendimi e një goje ta lavdoni hyjin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit. Prandaj, pranoni njëri tjetrin në shoqëri,
sikurse Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit. Zoti e do popullin e vet. Të përvuajturve u jep fitoren. Të lutemi, o Zot, zjarr dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tan me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen.